tek receta e Dreko, se kjo ishte për mëngjesin. Op, Qa na duhet i sjell këtu. Recetën tonë me oriz, me pak djath, ujë, qumësht, vezë, krip, gjalp. Pra birjamin me oriz dhe me qumësht. Kam qepën e grir holl. Normalisht duhet të shtoj. Unë kam shtuar pak fare vaj, sikurse do më duhet edhe një pjesë e gjalpit. Pak vaj dhe pak gjalp. E zbut e bën më delikate, më të butë qepën, me një aromë më të këndshme. Filxhan, një gotë masa Pra e me orizit. çfarë masë kemi? Orizin me të njëjtën masë, jo, nuk e paska me të njëjtën masë, por aty janë, aty është diku tek 200. 200 është një gotë, 200 gram oriz, Diku 200 mund të jetë ml 200-220 mund të jenë ndryshimet. Që kështu qumë është, çfarë është e lëngës shkon më tepër sepse është në varësi të orizit. Po. Nëse orizi është kokër madh, nëse orizi është kokër gjati kur është i verdh, normalisht kërkon e do masën 2 me ujë, kur është i bardh i kërkon masën 1 me 1,5. Pra është gjithmonë lexoni mbas në çfarë është etiketa, në amballazhim lexoni gjithmonë për masat e ujit, sepse orizi gjithmonë ndryshon. Nuk është si puna e miellit. Edhe mielli ka një ndryshim për shembull, por tek mielli është e vetmja gjë që ola është një miell i thatë, nuk është miell i lagësht. Mielli i lagësht është vetë si produkt, por është një amballazhimi që bën punën e vet, që është i thatë. Përveç se produktit është shumë e rëndësishme ambalazhimi, magazinimi, mirëmbajtja e produktit. Patjetër që po. Se ndryshe nuk do të ketë jetë gjatësi, plus që na dëmton shëndetin nëse nuk është ambalazhuar siç duhet çdo produkt. Ne kemi dëgjuar jo për fara të ndryshme apo për produkte të cilat janë në përditshmërinë tonë të konsumit. Pra, kujdesi që i kushton kompania është jo vetëm për cilësinë, por edhe për pjesën e mbështjelljes, ambalazhimit dhe magazinimit. U zbut qepa. Shikojmë qepën, që qepa është transparente. Për kaq kosa unë e vendosa tani nuk bëhet transparente, pra e kisha lënë pak më përpara. Shtoj, e shikoni që ndyra akoma nuk është tretur dhe për tretjen e gjalpit ju vendosni vaj që është një kombinim shumë i mirë, në brumra jep shkrifsinë dhe është më e butë dhe ka dhe aromën. Shtoj orizin, tek orizi kemi diçka. Kemi oriz që kërkon shplarjen, kemi dhe oriz që nuk e kërkon shplarjen. Orizi që s'kërkon shplarjen është gjithmonë tek risotto sepse ne na duhet dhe normalisht që është një lloj tjetër orizi. Por atë llojin e orizit për risotto shumë mirë mund ta përdorni dhe këtu. Gjë që nuk është shplarje, nuk vendosim limon. Limonin do ta vendosim gjithmonë siç e kam thënë dje, sa që përdor orizin është gjithmonë për të ruajtur ngjyrën dhe që orizit të ndahet nga njëra tjetër, pra shkrifësia e orizit. Jap një përzierje shumë të mirë me delikatesë dhe me shumë dashuri, ëh? Dhe me shumë dashuri, gatimi do dashuri. Gatimi, lulet, çdo punë duam të flasësh. Njerëzit gjithë të flasësh. Po dhe ne të shkretë duam na flasim. Edhe ne duam ta përkëdhelim, duam të pim atë kafen mirë e mirë. Ja, kjo është. Jap një përzierje shumë të mirë dhe patjetër që po do të shtoj erdhi rradha kripës. Atere, e lë paksa të kaurdisat, të përthithi pak lëngjet. Le të marr një tas që të përziejmë përbërësit e tjerë tani. Dhe shtoj 2 vezë. Gjithmonë nan vjen në ndihmë Ovital. Shiko. Tirahin. Më pëlqen ta them shpesh. Veza e mirë qëndron, e verdha qëndron e pa prishur. Për të treguar freskinë. Nëse e kemi thënë dhe kjo pjesa e të verdhës është shumë domosdoshme. Dua që unë ta përziej mirë dhe duke ndihmuar me pak fare vaj. Hop. Për ta mbajtur pak të butë, ngjyra, fortësia, konsistenca,
shia dhe gjithçka. Janë komponentë që ne duhet i dallojmë dhe t'i kuptojmë gjatë konsumimit të një veze. Shikoj sërish dhe shikojmë që orizi ka filluar të zbardhet vende. Orizi dhe qepa janë njësht tani, nuk dallohet masën e qepa ujit. aty. E që tani tek. Do të shtoj më pak qumësht. Kjo pjesa është e tepër sepse është gota më e madhe. Dhe vezët që kam këtu i kaloj lëvozhgat. Na duhen për t'i shfrytëzuar, siç kemi mësuar dhe siç kemi informacione rreth lëvozhgave për kalciumin, për shëndetin ose mirëritjen e bimëve luleve. Tani vjen dhe pranvera, muajin tjetër do të kujdesemi më tepër për to. Duke i mbledhur rast parë dhe ne gatuam shumë me vezë, kështu që kemi mundësi të mbledhim shumë lëvozhga. Siç i kanë vezët, i marr dhe i vendos. Pra, lëvozhgat i thajmë Në furrë. Marr dhe një tavë të vogël që të shtrojmë orizin dhe vezët, qumshtin, ujin. Një përzierje. Kujdes dorën? Dorën. Pra, deri në atë transparencë, sa qepa të mos jetë e dallueshme kur kemi shtuar dhe orizin. Shtoj vezën. Vezët dhe qumshti, në këtë mënyrë kemi siguruar bazën, terrenin për të zier orizi. djathin Dhe ja e djathi parë. fërmuar. Gati për të lexuar tani recetën e birjamit me qumësht dhe oriz, një recetë e traditës tonë, e thjesht, e shpejt, ju duhen 2 qep mesatare, të cilat i ka urdisni but bashkë me duke shtuar pak nga pak ujë dhe krip. 1 gotë oriz, 1 gotë ujë, 2 vezë, 3 lugë gjelle djathë të thermuar, 1 gotë qumësht, 2 lugë gjelle gjalp. Kjo është receta e shkruar. Ne do ta vendosim tani në furrë për t'u pjekur, bashkë me lëvozhgat që i vendosim dashë poshtë për t'ju treguar pastaj se si disa mënyra se si ju t'i përdorni lëvozhgat e vezëve. E pjekim derisa të zijë orizi, pra kjo është koha që do t'i lëm birjamit për t'u Pra gjysma e procesit ka kaluar tek në zjarr. në zjarr. Edhe E pjesa marr tjetër, sërish. derisa të përthithen lëngjet dhe të kuptojmë që kokra e orizit ka zier. Shkëputemi tani për pak dhe rikthehemi me recetën tjetër. Më pas kaluam me recetën e birjamit që e kemi në furrë ende duke u pjekur. I lexoj fillimisht përbërësit që përdorëm për përgatitjen e recetës së tavës me oriz. Birjam me qumësht dhe oriz, 2 qep mesatare, 1 gotë oriz, 1 gotë ujë, 2 vezë, 3 lugë djathë thërmuar, 1 gotë qumësht dhe 2 lugë gjelle gjalp. Ka urdisëm qepën edhe orizin, më pas të gjithë përbërësit i hodhëm në tavë. E vendosëm për t'u pjekur dhe unë tani besoj, shojmë bashkë një herë. E rëndësishme është që të ketë të zier
orizi. Djathi sipër, ka marrë këtë ngjyrën e kuqëremt dhe gjithçka po vazhdon të vloj aty. Pasi të ftohet, do t'i bëjmë edhe foton për kacet dhe do t'a servirim ashtu siç duhet për rrjetet tona sociale dhe për ta shijuar.